Me 19 tetor, shtati i Kirit në lagjen Marklula përballë Kuqit paraqitej i pushtuar nga inertet dhe mbeturinat e shumta në një gjatësi prej rreth 1 kilometër. Në kronikën asaj dite ne tërhoqëm vëmendjen për nevojën urgjente të ndërhyrjes dhe pastrimit, pasi rreshtet e parashikuara për këtë periudhë do të rritnin prujat ujore të Kirit dhe përrrjedhoj. Të gjitha këto ndotje do të përfundonin tek ura Baçallekut e më pas në Lumin Puna. Fatkeqësisht, paralajmërimi ynë u provua saktësisht pas vetëm 11 ditësh, me 30 tetor, nga gjendja e filmuar vetëm pak ditë më parë, kanë mbetur vetëm gjurmë të pakta të ndotjeve. Përmbytjet e Kirit që nisën të dielën e 26 tetorit kishin marrë me vete qindra ton mbeturina dhe inerte, duke i depozituar në segmentin e urës së Baçallekut dhe më tej në Bunë. Ballafaqimi i pamjeve të datës 19 me ato të 30 tetorit e tregon mjaft qartë këtë realitet tronditës. Ndotjet nuk janë zhdukur, por kanë ndërruar adresë. Kjo është e vërteta, pavarësisht nëse e pranon apo jo mbrojtja mjedisore e Shkodrës, Agjencia Basenit Drin Bunë që ka për detyrë administrimin e shtetërve të lumenjve, apo institucionet e tjera si prefektura dhe Bashkia e Shkodrës, të cilat kanë jo vetëm detyrimin ligjor, por edhe moral për të ngritur zërin në raste të tilla. Të gjitha këto heshten, ndërkohë që ndotja mjedisore këtu ka marrë për masa skandaloze ndër vite, dhe në vend që të ulet po zirohet. Kaq e vërtetë është kjo, sa çuditërisht, edhe pas situatës së rreshjeve të fundit, ndotja këtu vazhdon pa ndërprerje. Në 48 orët e fundit janë hedhur mbetje nga serviset automjeteve, duke dëshmuar se kjo zonë fatkeqësisht mbetet ende jashtë çdo kontrolli institucional.